Parat që emigrantët sjellin tek familjet e tyre në Shqipëri kanë arritur një nivel rekord gjatë vitit 2024, duke e kaluar për herë të parë kufirin e 1 miliard eurove sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Ajo në bilancin e pagesave bën të ditur se të ardhurat nga emigrantët ishin 1.05 miliard lek në 2024, me një rritje prej 12.5% në krahasim me vitin e mëparshëm. Që nga viti 2013, parat që emigrantët sjellin në Shqipëri janë rritur vazhdimisht, duke reflektuar një cikël të ri emigracioni që nisi kryesisht pas vitit 2015. Të dhënat të tjera të Eurostat tregojnë se ritmet e emigracionit të shtetasve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian janë përshpejtuar vitet e fundit, dhe kjo reflektohet në numrin e lartë të lejeve të qëndrimit të dhëna nga shtetet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023 u dhanë rreth 75.000 leje qëndrimi për shtetasit shqiptar nga vendet e BE-s. Një vit më parë ishin dhënë 79.2 mijë leje qëndrimi për herë të parë. Këto janë nivelet më të larta që nga 2010-a, duke treguar për një përshpejtim të ritmeve të emigracionit pas pandemisë. Në 2022-2023 janë dhënë gjithsej 154.000 leje qëndrimi për herë të parë. Duke qenë se një pjesë e madhe të ikurve janë me kontrata pune, sidomos në shtete si Gjermania, dhënia e lejeve është më e shpejtë se sa dikur, ku shtetasit shqiptar hynin në vendet e BE-s pa dokumente. Që nga viti 2008, kur Eurostat raporton të dhënat, kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë rreth 920.000 shtetas shqiptar. I gjithë ky fluks i ri të ikurish është reflektuar në zgjatjen e ciklit të emigracionit. Vlerësohet se në 10-15 vjet lidhjet me vendin am fillojnë e zbehen, teksa emigrantët krijojnë një jetë të re në shtetin ku kanë emigruar. Kjo ndodhi me valën e parë të emigracionit pas viteve 90, që çoi në një rënje të prurjeve pas vitit 2008. Aktorët e tregut pohojnë se kanalet kryesore vijojnë të mbeten vendet tradicionale ku ka emigracione si Greqia e Italia, por vitet e fundit ka patur rritje edhe nga destinacionet e reja si Anglia dhe Gjermania.